Të gjithë kemi parë të paktën një ndeshje në stadiumin Arena Kombëtare. Por askush nuk e di çfarë ndodh gjatë përgatitjeve për të. Gjeja vrimën aty. Kaq. Detajet e pasbuluara më parë. Dhe diçka që na la pa fjalë. Kemi ardhur tek stadiumi jon kombëtar, mund ta shohim në miniatur me 2 tribuna, fusha, duket i vogël por ka 22.000 vende, pra nuk është kaq. Është ai që duket aty jashtë. Dhoma ku ndrrohet kombëtare shqiptare, këtu ku dalin lojtarët, ku bëhen gati për turën fush, dhe mund ta shikoni që fanellat janë akoma këtu pasi përdoren edhe për turën e stadiumit. Këtu jemi te korridori ku lojtarët dalin në fush. Diçka e veçantë është që tek muret nga të dy anët janë emrat e lojtarëve që kanë luajtur me kombëtarë shqiptare ndër vite. Lojtarët dalin besoj shumë të motivuar nga ky tunel. Do thoni ju që jam vetëm unë këtu. Do bëj gati stadiumin për ndeshje, ta shikoni edhe ju çfarë ndodh para se të fillojë të luhet një takim. Hajde ta ndiqim bashkë. Arben, përshëndetje. Përshëndetje miser. Që ta filloj prezantimin aty ku duhet. Arben Bajraktari, që kur hap stadiumi deri tani, ti e marrë me fushën që nga fillimi, apo jo? Po, që në 2019, no? Të jemi pasuruar me mjete më modern, përpara kishim manuale, po thuajse gjitha proceset. Spërkatja, pleu ishin manuale, edhe ishte edhe më e lodhshëm si proces, tani në kanë ardhur makineri të re, edhe janë shkurtuar disa procese, domethënë, e bëjnë edhe më shpejt, edhe na del kohë për të bërë ato që s'bënim dot dikur. Kjo është makina korrjes, ku kemi frenat. Pyet gazi. Okej. E shpjegoj edhe vetë. Breshka dhe lepur, e qartë. Po. Kjo është që vën lëvizje thikën. Fillim dikën timoni se mësohet organizëm. Ba, ikën timoni se shoferi i ri janë të kjo. Ka patet akoma. S'ka gjë. Kaloj makinën, thika le të punoj. Hop. Edhe këtë jemi këtu. Ecëm pak mbrapa. Nga që do bëhet e kalimi me spango. Do më thë timin e bën të krau tjetër. Ja, e njëta gjë, hajde këtu tash. Ja, pra si bëhet gati, jemi të zona, po mor penalti edhe thoni jo via këtu via ty, falja ka mu fajnë. Ka mu fajnë. Në mbush koshi. Po. Sa të bëjmë tani? Do të zbrazim. Edhe do bëj një pastrim, po të qofë shtu, që mblidhen nga lagështia nga këto do të jenë gjithmonë të pastër. Tani është gati dhe njerë? Po. Tani jemi gati. Jep edhe me i dorë dhe ty. Pra ndaj shko këtar në Europian, botëror, ja. Ja bëju gati terrenin, dhe bëjnë gola se shohi që ja bëjnë mirë fushë, pra bëjnë gati si që du më vetë. 70% bar natural dhe 30% artificial. Kemi bar hibrid, apo jo? Po. Këtu dallohet më kollaj se është pjesa penaltis, që kur bëhen nxemje, rripet më shumë, domethënë. Ja ku dallohet kjo pjesa këtu që është plastik. Kurse ky është bar natural. Na vi gjinoh me shkullë me zi ka mbish. Jo, nuk e shkullim bares, me zi e kemi. Kurse këte po të qofësh, dominon domethënë. Po të qofësh, dominon bari natural. Tani kur e korrim sa centimetra e lëm barin këtu? 2.5. 2.5 centimetra. Po. Nuk ndryshon. Nuk ndryshon. Diçka që bën kurioztar gjithë ata që ndjekin futbollin për herë të parë, se kush e ndjek rregullisht e di. Janë ca vija që duken më të gjelbërta dhe ca që duken më pak. Cili është sekreti këtyre? Edhe mu në fillim, se si që thamë që jam nga më i vjetër këtu në stadium, ke korrit e para, më pyesin njerëzit ose një përshtypjen sigur një pjesë është bari më i lartë, pjesa më poshtë i thoja jo, nuk është bari është një lloj korrur, po vetëm ndryshon kahu. Kur i ikën, kjo pjesa që duket si është bardhur, kur i ikën, shkelet bari dhe korret edhe shtypet në këtë drejtim, e duket se më i zbardhur. Kur vjen është e kundërta. Ty kisha ndihmu?
Aty ku ngullet, o Flori, Po. Shive aty brimën, ve komën mos rrëshqasim. Këtu, Ha, gjeja brimën aty. me gjetë vrimën punë më të vështirë mlat. Ha, ngretës. Jo, Ah, kaq. Tashi, do e fusim mrena. Kaq. zyrtarisht, vum dhe portën të arena kombëtare. Tani, Prit se ka puna. ka prap. Shoqërohet deri në fund, Okej. kape këtë pjesë këtu. Ua, doli porta vërtet ere. Ha, Po shi si doli porta me vërtet. jemi rregull o shoq. Miq, tani do bëjmë pak zonën të 16 të portieri, aty ku bëhet më vjola më e madhe të 11 metrat. Ta shohim pak si bëhet gati. Këtu? Kjo kalon tangent. Ngullet në një gosh gjërë këtu, tendoset në maksimum, se është fia më e gjatë që ka. Aha. Edhe ke mezi fushës ngrihet edhe herë si e tendosur, edhe shohet. Këtë zërvën tamam. Edhe shkela fushës ka rregullat e veta, thuj do ecim këtë drejtim. Se po i ka ndaj merë dhe gjobë nga UEFA, më duket. Se sem gati me pagu gjobën. Po eci vetëm këtej. Shifet delegati UEFA s'po ikin vetëm për këtej. Hajde Floro, Ti jap deri në fund këtej dhe këtej. vetëm mos e bëj si kështu, si topër e këbije, dali rumullak. Dali diçka rrumullak. Po, E letë për të bërë, po sa peshka kjo penaltia kur po. ama. Shumë bukur. Doli një farë pike. Mjafton kaq. S'ka nevojë për shumë, se s'mbi bari për Edhe- 100 vjet aty. Edhe pak për kështu për degustim. Ua, shive sa penalti e bëra. Ky Springleri që va ditë. Po. Si punë e këtij janë 8 copë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Po është ai ujë që shpërthen gjithmonë për luhet. Tash ne këto kemi bërë këto tapat. Okej. Kjo e vë këtu, edhe zbritet lojtari. Mbrapon edhe zbrit. E çalloj punëtore. Shumë mirë. I worked Premier League, Leicester. I am Leicester, kam bërë fushën Leicesteri. Tani punëtori mirë e çon punën deri në fund, duke i larë dhe vegla si punoj, apo jo, shife. Se na duhet dhe herë tjetër, kanë ndeshje tjera. Edhe gomat. Kjo Kjo janë lampa. lampa dhe ventilator. Lampat janë këto të voglat. Lampat janë këto. Punë dizel. Edhe ventilator, apo jo. Po, këto bëjnë rolin e fotosintezës në pjesën jugore, atë që s'kap dielli. Sidomos kur është fusha e Pra ky është mbjellë. diell artificial. Po. Për fat keq ka nga ata që e shohin futbollin edhe kështu, po nuk është kjo mënyra e duhur me thënë drejtën. Sepse fundit stadiumi është i gjithë dhe është i joni dhe ku ti bën dëm, Shqipërisë bën dëm. Këto vinë nga Australia. Nga Australia kemi u. Po. Do të thotë kur thyet një zëvendësohet direkt me një tjetër. Por duhet të thënë që ka vlerë të lartë zëvendësimi, apo jo? Po ka vlerë të lartë, puna është pse ta thyesh. Po bra po. Hypin këtu, s'po po ti shohësh, hypin këtu sipër. Gjithë, edhe i mshojnë asë. 6 shtor përpara fillimit të takimit, por shikoni pak që dikush tjetër ka ardhur para meje. Zoti Maçi, ai që nuk mungon kurrë çdo ndeshje që luhet në stadiumin kombëtar. Përshëndetje, mund t'i bëjmë një... Kjo do ta vesh me dorën tatë. Gjeja brimën aty ku bashkohen dy bojnat e bardha. Ky është hapi fundit, Po, pra ve flamurin dhe ka mbaruar fusha, është gati për lojë. Po. Jeni gati? Gati. Tada! Ja, jemi gati për luajtur ndeshjen tani. Arben, Okej. Paka shumë kjo ishte. falenderoj që qeta. më prite, ishte eksperiencë e bukur ta shikoja nga afër si bëhet kjo punë. Shumë faleminderit dhe ju që erdhët. Mësut diçka besoj. Edhe ata që do na ndjekin do shohin bollet pak e si cilësat. bëhet Okej. gati. Gjithë mirat. Mund ta shikoni çfarë kemi nxjerrë në dritë. Pra kemi fushën, cilën e kemi korrur të gjithën siç duhet, mund ta shikoni modelin europian që kemi korrur me model anglez kemi korrur. Të dyja portat i vendosim janë gati për të bërë gola shumë të bukur.
flamurët këndor dhe vijat cilat e kemi bërë në mënyrë perfekte. Shikoni pak se mirë kanë bërë penalltin atje, atë penallti që duhet ta qani penalltin aty. Kjo ishte pra, kështu bëhet gati një stadium për lojë futboll. Tani mbeten lojtarët që të luajnë dhe të bëjnë më të mirë në tyre. Takohemi në episode të tjera. Kalofshi mirë. ¡Ándale!